Në një lëvizje me rëndësi të madhe simbolike, forcat izraelite arritën të shpëtojnë 2 pengje gjatë një operacioni të zhvilluar në orët e para të ditës, duke ushqyer kështu shpresat për më shumë se 100 persona që ende mbahen në duart e Hamasit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Por ndërkohë, 2 jetët e shpëtuara izraelite pushtuan 67 jetë palestinezësh të vrarë gjatë bombardimeve ajrore që shoqëruan mbastisje në tokë. Operacioni u zhvillua në Rafah, qyteti kufitar në jugun e rripit të Gazës, ku 1.5 milion palestinezë janë zhvendosur që prej fillimit të luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit në pjesën tjetër të territorit. Sipas zëdhënësit të ushtrisë izraelite, pengjet po mbaheshin në katin e dytë të një banese në Rafah dhe ruheshin nga militantë armatosur si brenda godinës në fjalë, ashtu edhe në ndërtesat përreth. Pjesëtarët e njësisë së shpëtimit, si shta ai, i mbrojtën pengjet me trupat e tyre në mesin e shkëmbimit të ashpër të zjarrit me shumë luftëtar të Hamasit. Sa kaq burime nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë thonë se në mesin e 10 të vrarëve nga sulmet ajrore të Shtetit Hebre kishte edhe gra e fëmijë. Episodi pason një sër paralajmërimesh të komunitetit ndërkombëtar ndaj ofensivës së paralajmëruar të Izraelit në Rafah, çka nxiti edhe Egjiptin të afronte tanket në kufi. Izraeli e ka përshkruar këtë vend si bastionin e fundit të mbetur të Hamasit në Gaza dhe ka sinjalizuar një ofensivë toksore shumë shpejt, e cila do të shënjestrojë qytetin e mbushur me njerëz.